Atëre, në fakt, duke parë këtë temë, më ra ajo ideja fikse që kishe që në kalimin e viteve, pas 50-60 vitesh martesë, apo në një moshë 70-80 vjeçare, në marrëdhëniet në çift sheshohen. Rilin dashuria nga fillimi më. Që kam lexuar në për libra. Mirë po në fakt, sëria që ju tregon sot. Veç rastit të xhaxhit që do flasim sot. Ka një divorc në një moshë 78 vjeçare dhe nuk flasin hiç mirë për njëri tjetrin. Më ka marrë lekët ajo, më ka vjedhur lekët ai, e kam kapur duke bërë atë, marrë lekët atje. Ajo thot ai ka pas të tjera, të tregoj ku i ka çuar lekët. Me det. Mu prish dhe një ide fikse e bukur që do gjejmë derman në moshë të tretë në këto raportet, më thënë, po me sa duket do vazhdojmë të flasim edhe për këto divorcet në moshën e tretë, në 70. Proces, edhe ai është proces, që do e kalojmë të tërë. A thua? Patjetër. Gëndian, me ndohë mirë, që ishë gëndian? Ishin bura zgjuar kush i la bigjoz dhe i mbylli shpejt ato punë. Dijeni pak xhaxhin. Ndodh që çiftet ndahen edhe në moshë të madhe. Ky është rasti i zotit Ramazan Dedi, i cili shumë i shqetësuar është drejtuar emisionin Stop, pasi pretendon se ish bashortja e tij, me cilën është ndarë përpara 3 vitesh, i ka marrë të gjitha paratë që ata kishin futur në bank. E dëgjojmë. Me 1 janar 97-ës, shkova në Greqi. Punova 2 vjetë dhe u ktheva nga Italia, shkova me gjithë gru. Murim një vizë 2 vjeçare edhe u kthym. Edhe këto lekë tash që i kisha, unë i dorëzova në bank. 3 milion drami. Dramia ishte me 4.5. Me kë i ke depozituar ti? Me bukurie Deden. Çfarë ke ti bukurie? Bukurien e pata pas gru. Se nuk e ke më? Nuk e kam, jam damete. Këto lekë i kemi pasur vetëm unë e kjo. Për çështje nevoja, o vdekjes time, o vdekjen e asaj. Në total, sa mbyllet bashkë? 3 milion drami. Ishte me lekë shqiptare i kena kthy 12 milion e 600. Me çfarë ndodhi? Ku vjet tash unë dava me gjyja, të shkoj unë ke banka nuk gjeja si lekë në bank. Po kush i ka marrë lekët? Nuk e di. E keti dokumentin kryesor, ta japin te banka? Nuk ma japin. Ndosë se i ka marrë zonja bukurie lekët? Ato ti thon dokumentat. Unë di këtë që firma ime është vënë vetëm kur kom fut lekët në bank. Po thash ato 12 milion që i kena fut në bank, i kena fut me këtë për rast në nevoje ato lekë që duhet t'i tërhekim patjetër. Ju ndat para 3 vjetësh, më thatë zotri, po për çfarë motivi? Për moralitetin i nda. Moralitet? Po. Unë jam 86. Po zonja 85. Po zonja bukurie? Është 10 vjet më e vogël se. 75. 75. Pra xhaxhi ka punuar vite të tëra në Greqi. Kanë futur 3 milion dramina atë kohë, me 4 dramia mos gaboj. Në një llogarit përbashkët bashkë me ish bashorten e tij. Por secila apo secili nga këta kishte të drejtë të riqte. Kështu ishte llogaria bankare, në fakt kjo erdhi përgjigje nga banka. Në një moment zonja e ka tërhequr sepse e thot tani, dëgjoni me vëmendje, thot një pjesë ja dhash vajzës, thot që vajte në Itali. Sa i edhe më merrte lekët, e mbante lekët e kujdiun. Pra gjë që më shqetëson më tepër përveç se parave, zonja me që kuptuam nga përgjigja bankës pas ka pas të drejti të reqi, më shqetëson ashpërsia, konflikti që kanë mes njëri tjetrit pas kaq vite martesë. Pra dashuri absolute nuk paska. Ndigjeni pak. Emisioni Stop ka kërkuar të takohet fizikisht me ish zonjën e zotit Ramazan, ajo nuk ka pranuar, mirë po ka kryer një bisedim me anë të telefonit dhe aty ajo pranon se i ka marrë ajo paratë të cilat ja ka dërguar vajzës së saj. Lekët unë i ka marrë, dëgjoj tani deri në fund dhe ta dish mirë ti. Dhe unë s'kam për të armas i bend, sepse ai e di shumë mirë. Gocës vogël i kam dhënë 10 milion që e kanë çuar në Itali. 10 milion kapën i gocën, pyetani nëse është kështu. Nëse nuk një i fal dështi, e para. E dyta, lekët që kishe në xhep, që i manden çetas, knemi jepte knemi vjetë, fillun të hangur tjerët. Personale të ati 8 milion. Po kishte të drejti të riqe vetëm ti, apo kushti ishte që... Se kur i kaluan thesa me bankës, a i nuk merr vesh nga dokumentat, është trap. Po që të doj lekët i ka marrë goca. Kur të ndahet njëri nga jeta, tha ishte kushti... Dëgjoj, le t'jetë sa doj kursi, nuk merr leka
ai po s'puni lekët që ka vjetë në shtëpi. Harroje këto. E të vjedhi fëmijën se e di shumë mirë ai. Sa herë ka kam gruaja me kulet në dorë thotë. Se në bankën në thesare bankës, ai nuk më men sa ish mashtrues. Ai edhe kur i kanë thonë hajde se do i kalojmë të thesare bankën, po çfarë dush se s'ka punë me lekët tu jam ka thonë. Lekët ja hëngrën të tjerët, pjesë. Thotë ka hëngrë një grua thoj që ka vdekur 3 milion të hëngrë. Po kush ishte kjo? Që kur ti ishe pandar me gruan, kaq e para. E dyta, hapni tabulatet e telefonit, bëja të qartë këtë se është budalla, nuk kupton asnjë gjë nga këto, është dru, me kërë po të them. Aq më tepër në këtë moshë xhaxhit i nevojiten sepse Po pra po, për të pensioni shtu nuk i deli jeta kanë më mbyll vështirë. lekët. Sepse pikërisht në moment do ndjoni përgjigjen e bankës, është këtu thjesht për informacione për qenë saktë se nuk është faji bankës, është një llogari e përbashkët ku gjithë secili mund të tërheq parat nga llogaria, kupton sa është vlera. Kjo nuk është e kufizuar fare. Pra, nuk është bërë asnjë veprim i kundrejtshëm nga banka. Jo, kanë pas drejt të Marrëdhëniet e parave mes njëri tjetrit janë sepse tillë ka qenë kontrata që kanë firmuar. Mirë po xhaxhi thot prapë që jo, thot, unë dua parat, kam ngel vetëm me pension, ku janë parat e mia. Ti thua xhaxhi që një pjesë kanë vajtur për vajzën në Itali që kur vajtin fillim e ndihmuan. Zonja që dëgjua thot, ja kanë nëngër lekët të tjerat. Ka xhelozi dhe 75 vjeç, a? Sidomos për lekët e bankës, ka xhelozi. Digjeni pak. Unë fola me zonjën Bukurie në telefon dhe ajo tha që po, unë i kam marrë lekët, tha po ja kam dhënë vajzës. U s'digjo. Dhe zotria tha ka pasur lek në xhep, ka vjedhur lekët në shtëpi. Se çfarë thot ajo nuk digjo, se çfarë thot me vjedh ajo që shetek. Unë s'digjo fare, unë pse digjo, të them një gjë që ta kesh parasysh. Çdo javë, çdo ditë të dele, gruaja ime merrte 200.000 lekë nga unë. 200.000 lekë, se unë punojsha në kom qenë specialist në ndërtimi, s'kom pas nevojë për lekë me vjetë. E the, ku ja vjodha lekët më asa? Çfarë kërkon sot e kësaj dite? Unë du lekët kush i ka marrë në bankë. Edhe të mjepet data, kur i kom fut, dhe sa është data sot. Edhe me sa përqind, du të di një siguri për lekët e mia që kom fut, se është djersa ime. Ke ngelu pa lekë i bie, vetëm me pension rond sot. Me pension. Zoti Ramazan pretendon se nga Banka Intesa San Paolo nuk i jepet dokumenti fillestari i depozitimit që është nga viti 98 ose 99. Pra mungon sipas tij dhe se tërheqja e parave të depozituara nga të dy bashkëshortët është kryer në mënyrë të njëanshme jashtë çdo kushti. Për këtë arsye kemi ardhur pranë tekës qendrore për të pyetur dhe për të kuptuar se si qëndron ky problem. Pas interesimit e emisionit Stop, banka i ka kthyer në fakt përgjigje vetëm zotit Ramazan Dedja, ku i thuhen ndër të tjera se të dy e kanë pasur mundësinë që në mënyrë të pavarur, sipas kushteve që ata kanë rënë dakord më përpara, si bashkëshortë të bënin veprime individuale në këtë bankë. Pra, në rastin kur zonja Bukurie ka bërë veprimin e saj, është marrë parasysh nga banka, megjithëse zoti Ramazan pretendon që nuk ka qenë fare në dieni. Tashi të bësh një thirrje për hir të fëmijëve, fëmijët janë të rritur. Edhe fëmijëve tu bëjmë një thirrje, me që janë të rritur të shikojnë këtë rast, ta zgjidhin se prindrit e tyre janë fund futit. Se di, kam një kështu, një shije të keqe, kupton që janë ndodhin dhe... Se të ndaka gruaja në moshën... Më falë, 86 vjeç. Të ndaka gruaja në moshën 86 vjeç për immoralitet? Mos më nga të është gjeloze dhe i në atë mosh gruja? Po te, kam një orë që gri salat. Vitet vështira na presin. Të thuaj. Bëjmë shaka. Sinqerisht ta shikoni mos e zgjidhin të situatë, sepse xhaxhi... Jo, besoj se kjo zgjidhet me po... Qiko po t'ullin të dy, burë e grua. Ajde këtu, më radje, thot. Ajde këtu, i thot. Pa atë fjallorin zonjë që të theke ne. A i kështu, aja shu. Ajde këtu. Ja ku i ke legët 10 milion, ty të gocin e qova gotës, se dojë të ndimonim. Këto tjera këtu, ka i këtu, na ka ngel kaq, hajde rim se keni nevojë për njëri tjetrin. A tjetër, zotëria ishte i mbajtur, po ashtu dhe ti, se ishe një 10 vjet më e rem duket zonja, për do t'je 76, toni. Edhe sa. Natën e mirë dhe përshëndetje, shihemi nesër mbrëma. Yes. Triti. Flonza! Onza! (067-220-88-88) Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.